Ky episod u mundësua nga Vodafone, Abibank, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo. Historia e Fotini Kokerit, një sipërmarrëse, filantrope, një shqiptare e suksesshme e Amerikës nuk le askënd indiferent. Mendoni mua pak. Mirë se erdhe Fotini Kokeri në Zë me Mirën podcast. Mirë se të gjeta, faleminderit. Nuk ishte shumë rastësi takimi ynë, sepse ne bashkë na ka bashkuar Fadil Berisha, ai që bashkon shumë shqiptar. Po, si që quajmë dhe ne vëllai të gjithëve në Amerikë. Po, tamam. Dhe në fakt unë kam filluar nuk besoj më që gjërat ndodhin rastësisht. Ti? Unë them që çdo njeri kur lind ka dhe atë drejtimin në jetë. Pastaj dyert është dhe ajo ana jonë që hapim. Është dhe ajo që vendosim ne këtë dyert të hap, sepse ke shumë dyert për të hapur. Dhe aty ku hapet dyert, unë mendoj që duhet hapim shumë dyert. Jo të themi po hap të derën dhe po lë dy tjera. Po hapi të treja, se kush e di se si çat sjell jeta. Kjo ka qenë filozofia jote një. Po. E mësove këtë në Amerikë apo e ke patur edhe në Shqipëri kur ishe basketbolliste e gjatë, bjonde e bukur? Kur kam qenë në Shqipëri, me thënë të drejtën, isha fokusuar vetëm ke basketbolli dhe ke ajo jeta që e ke pas të bëjmë mami, të kem djalin, të ashtu. Ndërsa kur vajta në Amerikë pasaj, edhe s'kam qenë bjonde, kam qenë brune. Bjonde jam bërë tani nga halli. Por në Amerika ishte ndryshe pasaj, sepse mundësitë janë më të shumta. Dhe duke thënë, unë gjithmonë kam dëshirë të shikoj çka kam mbas dere. Më kupton të shikoj çka ka kjo dera, çka ka kjo dera, dhe mbase kjo kurioziteti im dhe duke mos patur frikë nga jeta, më ka bërë që jem sot ku jam. E the shumë bukur këtë. Unë e kam mbyllur librin tim në një kuptim me fjalinë që në njerëzit më shumë se sa vdekjes i trembem i jetës. Dhe njerëzit i trembem pak jetës dhe u lidha tani me ty në këtë pikë. Ja, unë nuk kam frikë nga jeta, gjithmonë kam bazuar ke vetja ime, ke forcat e mia, edhe jam munduar të rrethoj veten me njerëz që janë më mirë se unë. Sepse edhe në qoftë sa, domethënë, nuk t'japin mundësinë, mëson nga ata. Mëson si kanë arritur aty, domethënë çka kanë bërë. Hajde ta bëj dhe unë. Edhe. Po, tamam. Një pjesë e shqiptarëve të Amerikës i kam dalloj tani dhe nga Instagrami, ti je një figurë e njohur, një figurë shqiptare e njohur atje, edhe në Shqipëri nuk është se nuk e dhënë intervista, nuk e kam unë ekskluzivitetin e parë të Fotini Kokerit, por këta ndjekësit edhe audienca e këtij podcasti që është e madhe, që është shumë e mirë dhe sidomos diasporën amerikane ka një nga shtyllat e forta. Unë prap dua ta them historinë nga fillimi, sepse secili ka pyetjet e veta dhe unë jam kurioze dhe më pëlqen të hap dyert e mia. Shumë mirë. Me fotin. Se shkurti të rasim foti. Po. Tani, unë dua të kthehem pak në Shqipëri. Ti ke lindur në 73 në Tiranë, nga dy prindër shumë të mirë dhe me një vëlla të mrekullueshëm. Basketbolli të çoi në Greqi fillimisht, nuk e shkuar në Amerikë. Po, fillova basketbolli si fillonin atëherë me shkollat në klasë të tretë, dhe nga që isha e gjatë, u zgjata dhe shumë, fillova me Dinamon, me të rejat e Dinamos, edhe pastaj me Studentin. Dhe në ato kohë ka qenë edhe koha e ndrimit të sistemeve. Sa u hapën, domethënë u grumbullova me basketbollin e kombëtarëve të rejave, ishte një ballkaniat që bëhej në Kastoria të Greqisë. Për vitin 86-87, nuk kem shumë e sigurt tani me thënë drejtën, se dhe kur e Google nuk del. Po, kishte atëherë. Për kuriozitet, tash ta shikoj më një kur ka qenë ai viti, po jeno tash 86-87 se ç'bëri 86, ç'bëri 87, themi ne. Nëse po që, domethënë, ikëm atëherë me kombëtaren, edhe ajo ka qenë domethënë diçka që më hapi syt. Sepse një vajzë që jetonte në Tiranë, që Tirana ka qenë dhe më mirë se gjithë qytetet e tjera, më pëlqente jeta në Shqipëri, më kupton se kishim atë sigurinë, u ritëm pa frikë. Vinim nga ndeshjet e basketbollit në 1 natës me autobuse dhe ecnim na linte zakonisht aty ke 15 kaçe dhe ecnim ka lidemi që kisha shtëpinë. Vetëm kishim më shumë frek nga qenë se sa nga njerëzit. Ose vetëm qenë të rrugëve që ishin atë kohë. Po, jo, ishte jetë e bukur dhe ajo, dhe pastaj kur vajta në Greqi aty ishte që thash sa dolëm nga kufiri. Ajo ishte ndryshimi, çdo gjë e bardhë, e bukur, Kastoriaja me të liçenin, me ato pemët, me ato kafet e bukura, e ke parasysh muzikë gjithandej, njerëzit që kërcenin. Gjuhë tjetër. Çfarë i the vetes?
Po në atë moment do më thënë isha e shokuar, por mbas 2 ditëve që ishin ndeshjet, edhe doja të dilja faktikisht të bëja banjodielli, edhe na thanë ato që jo, ju do rini nëpër dhoma, vetëm për ndeshje do dilni. Edhe unë thash, duhet të dal, duhet notoj. Ata që ju shoqëronin? Me shoqëronin, po. Okay. Edhe dolet? Jo, nuk na lanë të bëja not. Po dolan çik në balkon aty dhe po bëja çik banjodielli se unë vdes për detin. Edhe aq që shijon lirinë. Jo, aq sa ishte liria ime, dielli më kafte pak. Ke parasysh dhe kjo shoqja e dhomës më thoshte futu brota se do na hapësh. Do na hapësh punë. Do na hapësh punë. Çfarë privimit? Mos kridhesh në det. Po, tamam. Ndoshta ndalimi ndonjëherë të bën ta duash më shumë. Jo ndoshta, po të bën ta duash më shumë lirinë. Kur ta pengojnë. Është kurioziteti që vetëm 1 orë gjysëm larg kufirit dhe shiko çfarë bëhet. Çfarë do jetë për më shumë, domethënë çfarë do ketë bota. Sepse njerëzit domethënë atë kohë nuk arrin domethënë të kuptonin shumica nuk ishte dalja shtetit dhe ata që dinin neve nuk ishim domethënë na thoshin që mos bëni propagandën, çfarë keni parë. Po. Edhe kështu që kur u kthyem mbrapa unë isha e shokuar. Po pate në kokën tënde një ide për të qëndruar, për të mos u kthyer? Jo, sepse doja babain tim shumë. Edhe domethënë java e parë që rria pa baban, e ke parasysh? Edhe atë idenë pastaj isha edhe e vogël, 13 vjeç do të kem qenë. Po isha e vogël, si ishte kombëtare e të rejave, jo të rriturve. Edhe domethënë u ktheva, por ama nuk isha më e lumtur këtu pastaj doja tikja. Edhe që babi që më thoshte tashi e patë mundësinë, ke parë më shumë se të tjerat, më kupton kujdes, këto gjëra nuk bëhen, se ishte akoma 87. Ishte ende akoma, më periudha e diktaturës, po. Dhe ke ikur pastaj shumë shpejt, kur u bë ndërrimi i sistemeve, pra në kapërcyel diku 90-91 ke je larguar? Po, në 91-shin vajta loza pastaj basketbol në Greqi. Domethënë çfarë ndodhi, i bëra mora në telefon atë ekipin kur lozëm aty në Kastoria, mora në telefon. Edhe e kapi dikush telefonin dhe i thashun që kam dëshirë të vit los basketbol. Ai ishte presidenti i klubit të Kastorias. Edhe i thashun unë kështu kam ardhur në 80 me ekipin edhe ata e kthyen mbrapa pan videot e mia dhe than po hajde. Edhe shkuam në atë kohë morëm vizën greke, si duket nga emri, nga emri Fotini ma dhan vizën, edhe shkuam me vizë turistike. Pse e ke emrin Fotini me qira fjala? Gjyshja ime kishte një motër në Amerikë. Edhe në jemi ortodoks, se Fotini është një emër ortodoks, shumica thonë është grek, edhe do me thënë në Shqipër kthehet the light of God, do me thënë drita e Zotit. Drita e Zotit. E Zotit, po gjyshja ime nga që kishte vëllan dhe motrën në Amerikë gjithë jetën, edhe kur lindi çuni xhas tim i madh, i vuri emrin e vëllait Anastas, edhe kur linda unë, vuri emrin e motrës. E shikon, asgjë nuk është rastësisht, e thamna. Jo, nuk është rastësi. Nuk e shkuar kot në Amerikë. Pastaj ndonjë pak kohë në Greqi dhe shumë shpejt ke shkuar. 2-3 vjet më duket ke. Mbas 2 vjet ndajtëm në Greqi dhe pastaj kisha ajo babai i fëmijëve kishte dëshirën të shkonte në Amerikë sepse Amerika ndrim të bënte, Amerika është më mirë se çdo vend tjetër, edhe prandaj u kthyem dhe gjatë kohët po luanim llotarinë. Keq se ka patur. Jo, kese ka patur. Dhe kështu që në 96-ën e hodhëm llotarinë dhe në 97-ën fituam dhe shkuam në Amerikë, Keni shkuar në New Jersey. Në New Jersey. Po, sepse mamaja kishte një vajzë xhaxhai, gjyshja nga mamaja, lindur në Turqi, edhe jetonte në Stamboll, dhe ishin 3 vëllezër. 2 vëllezër erdhën në Shqipëri, një vëlla që vendosi të shkonte në Amerikë. Dhe ajo familja më ka pritur mua, familja e Vasulla dhe Vangel Shoros, që jam gjithmonë i falenderoj dhe çdo 13 qershor është dita që un kam hyrë i marr në telefon dhe i them faleminderit që më keni hapur derën, sepse e ndjej që pa ndihmën e atyre unë nuk do isha këtu ku jam sot. Au. Po. Më pëlqejnë shumë njerëzit që janë mirënjohës jo thjesht në teori, po që e kujtojnë për shembull si Fotini Kokeri 13 qershorit. Po. Është edhe ditë e bekuar në Shqipëri. Po, më vonë e mora vesh, kur erdha mbas një 4-5 viteve, një shoqja ime më tha, "Ua, është 13 qershor, ta ne duhet ikim, tha kishe laçet." Kisha laçet. Okej, thashun. Edhe unë faktikisht 13-ën e kam me fat. Tërë thonë është ters, po unë 13-ën e kam me fat. Edhe shtëpia unë ku jetoj ka 13 kate. Po nga që në Amerikë më thonë që në 13 është numër ters, e kam vënë penthouse në katin e 13. Po unë kur heci kështu rrugës e shikoj 13, unë po i kikte nga 13. Le të shkojnë të tjerë te 31-shi. Sa çfarë energjie, shikoj, ke një energji, e shpjegoj. Është e shpjegueshme. Në New Jersey ama fillimet kanë qenë siç janë në Amerikë, nuk ka fillime të lehta. Jo. Ndoshta askund, po. Në Amerikë sidomos?
Po, unë pavarësisht se vajta ke kushërira, na pritën 3 javë, na ndihmuan që të merrim shtëpi me qira. E kam thënë dhe më përpara, domethënë një nga gjërat që ambasada duhet bënte për ne, ishte të na jepte një 2-3 orë kurs, çfarë të presësh në Amerikë. Sepse tani ti e bën Google, pa atëherë s'kishte Google në 97-ën ku kishte. Neve s'kishim mas telefona për shkakun që tani çdo gjë e bën në telefon, më kupton? Unë nuk e harroj jetën time, mbas një muaj ajo një komshi aty më gjeti një punë në Dunkin Donuts. Edhe nuk flisja as gjuhën as një gjë. E shkova aty ke puna edhe as të kërkonim për shembull, nuk dinim të kërkonim që thoshin më jep pushkajse ose të më ngresh rrogën ose këtë. Edhe i tha ajo, ja Ria, ty tha do t'i mësosh. Edhe erdhi një grua, edhe domethënë si është gjërat e vogla, domethënë të krijojnë një stres. Ajo më kërkoi një change për një quarter, më tha, për një 25 cent donte 2 nickels dhe një dime. Tani unë sa kisha ardhur dhe unë nuk e dija çfarë ishte quarteri, domethënë çfarë ishte 25 centi, jo të dija çfarë ishte edhe 10 centi edhe 5 centi. Edhe ajo më gërthiste, domethënë ajo, domethënë unë vetëm domethënë e shikoja që çfarë po më thua me veten time. Sa vjeç ishe aty? 23. Shumë. Këto gjëra domethënë e të bën ty të ndihesh sikur ishe budallaqe, sikur ishe inferiore, sikur domethënë nuk dije nga ishte bota. Dhe unë i vura detyrë vetes time që unë do filloj shkollën. Duhet hecja 1 orë e gjysmë të shkoja në shkollë, se kishim vetëm një makinë. Atë e merrte, babai i fëmijëve që shkonte në punë. Ish bashorti. Edhe 1 orë e gjysmë të shkoja. Nuk e merrje dot ti makinën dhe të shkonte ai në këmbë apo jo? Jo, sepse ai kishte shumë më larg, nuk bëje me këmbë. Ose ai duhet merrte 3 autobusa për shembull. Ndërsa unë mund të hecja ose mund të merr autobus, po unë edhe këtu kur kam qenë në Tiranë nuk e merrsh asnjë autobusin. Nga Alidemi në Laprak që bëja stërvitjen, shkoja në këmbë ose me vrap. Sa kohë kisha dhe bicikleta. Sportiste, kështu që quhet. Edhe kisha edhe atë pjesë të nxefjes, domethënë, se më thoshte ngaherë babai, po hyj po në autobus, ju thoshte se bëjnë nxefje ndërsa shkojnë aty jam gati për të lojtur. Dhe pastaj ti pate një takim fatlum. Po, tash çfarë ndodhi? Unë aty ke zona Kuria nuk më pëlqente ajo zona Kuria. Edhe po shikonin për shtëpi për zonë më të mirë dhe më thanë që Milburn Short Hill ishte zona më e mirë në New Jersey në atë kohë dhe këto kushëret e mia më thanë atje duhet shkosh për shkollat më të mira për fëmijët edhe për veten tonë. Dhe aty unë fillova të shikoja për apartament me qira. Dhe një nga pronari apartamentit ishte zonja Helin Kaslaski, që kur dërgova unë atë aplikimin Polake me origjinë, një prind katolik dhe një prind izraelit. Me origjinë nga hebrej. Rrim te ky takim, se më pëlqen. Këtu nis gjithçka në fakt. Aty, po. Këtu është jeta që kur e njofta Elinin për herë të parë, unë, domethënë vajza ishte e sapo lindur, edhe djali ishte i vogël përdores, një kështu dhe një përdore dhe i thash që unë nuk kam kredi. Nuk mundem, domethënë, me rrogën që bëj, nuk e përballoj dot apartamentin tënd, po unë dua që të vi këtu sepse dua të shkollat më të mira për fëmijët e mi. Edhe unë më vonë mora vesh që ajo edukimi ishte shumë i rëndësishëm për atë dhe ajo vetë ishte drejtoresh shkolle në një shkollë të mesme në Springfield të New Jersey dhe kur kanë ardhur prindit e saj nga Polonia me 2 fëmijë të vegjël, atyre nuk i jepni mamas, nuk i jepte njëri apartament, se thoshin që jo se 2 çuna do ma prishin apartamentin. Edhe domethënë ajo kur unë më pa mua shumë ato 2 fëmijë. Ka parë dhe veten e vet. Ka dashur të bëj atë që kanë dashur të bëjnë me të. Jo veten e vet, ka parë çfarë i thoshte, i erdhën historitë e mamas. Po, në këtë sens, familjen e vet. Po, sepse Elini kur ka lindur, vllai i madh ishte 22 vjet më i madh se kjo dhe i tjetri ishte 18 vjet. So Elini ka lindur kur ata ishin domethënë më mirë financiarisht. Shkurt asgjë nuk ndodh rastësisht. Edhe kjo ngjashmëri e jetës tënde me jetën që kishte parë tek nëna e saj është i ka ndezur asaj një klik edhe të bëj diçka për ty. Dhe ajo të tha? Ajo më tha, mos ki merak, më tha mua, unë do të jap apartamentin dhe do të ndihmoj. Shumë tash ajo dhe në çika anglisha ime ishte pak më mirë, po jo aq më mirë sa ta kuptoja, po kur më tha do jap apartamentin me mendjen time tani tash do të filloj 3 punë që ta përballoj. Por
Mbasi hyra në apartament, djali filloi shkollën dhe unë e prisja që të vinte nga shkolla dhe dilja dhe pastroja xhame si jemi në nëna shqiptare që pastrojmë mishpi nga brenda apo dhe pallatin nga përjashta. Kisha mbjellur lula aty përjashta dhe ajo më pak shumë tha. Dilje me fshes? Me fshese me të tëra moj se ashtu e kemi ne, nuk më hyn pluri brenda, më kupton? Si Shqipërinë atë kohë. Edhe më tha mua ajo, ti futini tha, do të jap një çik të ul çmimin e qirasta, po deshe tha të kujdesesh për pallatin. Amin tani ajo punë quhet super, më kupton? Pa atëherë unë thash, po sa do më ulesh ti qiran? Ajo tha tani e ke 1400, të ta bëj tha 500 në muaj. Ishte fitore madhe për mua, se unë rrie në shtëpi me 2 fëmijët. Edhe kështu filluam. Fillove administratore e pallatit ku jetoja. Ku jetoja. Po, që ishte pronarja, ishte zonja Helin, që unë atë kohë dhe nuk e dija që kishte pronarja, se kjo nuk thoshte që jam pronarja, kjo thoshte unë jam menaxherja. Edhe shumë, domethënë nga gjitha këto unë kam mësuar, domethënë me jetën, sepse më thoshte mua, po ti thosh njerëz dhe jam pronar dhe të gjithë të kërkojnë tulet çmimi, më thoshte më mbrapa. Thuaj që jam administratorja dhe do flas me administratën. Administrata ishte vetëm kjo. Po këtë mësova mbas shumë vite pastaj. Çfarë mentore je? Po. Unë i them të gjithë dhe kam mbaruar Kaslaski University sepse shkolla të mëson si të mendosh, të mëson, domethënë ti je më e sigurt ke vetja, por nuk të mëson këto që i themin e street smartin, atë domethënë komunikimin e përditshëm me njerëz me influencë, njerëz që janë në fuqi. Po, inteligjencën emocionale, intuitën, çfarë duhet thënë dhe çfarë s'duhet thënë. Dhe pastaj u ngjite. Nisi, domethënë nisi shoqëria me Helinin dhe ajo donte që të shkonte më shumë në Florida sepse kishte edhe atje shumë apartamente. I kishte të familjes. Dhe filloi duke më thënë mua që unë do hiki 2 muaj, mund t'i tregosh ti këto apartamentet, po kur ti jesh me ato, domethënë njerëzit, më merr mua në telefon. Edhe unë bëja vetëm këto që rria aty dhe e dëgjoja çfarë bënte kjo. Por si shqiptar që jemi ne që mësojmë gjëra shumë shpejt, kemi atë fast learning që themu, që themi ne. Edhe aty domethënë e pash sa i rentonte ajo dhe thashun ç'ta bezdisum këtë kohë. Ajo kam në çka të shpirtin e tregtisë faktikisht. Domethënë ajo më thoshte mua për shembull ka 2 dhoma ta lëshosh 1500, unë e lëshoja 1800, thosha çik më shumë, më mirë. Duke mos e ditur domethënë që në New Jersey për shembull është një bazë 3%, nuk i ngre dot më shumë. Po. Kur nuk di e bëj edhe budalli që kështu kotem kot. Tani vjen kjo nga Florida, vjen kjo nga Florida dhe më thot mua, po çka ke bërë tha këto nuk janë çmimet që kam thënë. 1-2 i kisha rentuar për më pak, se ishin edhe të vogla, ishin edhe të vjetra, dhe tash unë më bun, tash merja përsipër nga mendja ime këto gjëra. Edhe kjo më tha mua futini dhe herë tjetër do bësh atë mund tha. Okej, i thash unë. I thash dhe herë tjetër ti thash unë mos më thuaj thash unë, po më jep me të shkruar. Okej, sa u takuam një ditë bashkë neve. Edhe për fatin tim të mirë ajo ishte edhe në qiklupse, kishte qef të hante, edhe sa herë që vinte unë gatuja, kështu bëja speca të mbushur, palltexhan të mbushur, dhe ajo nuk domethënë i merrte malli sepse prindit kishin vdekur. Edhe një vllai kishte vdekur, Michael J. Kaslaski, që është fondacioni, një nga fondacionet kishte vdekur, ai ishte avokat. Domethënë kur e kam njohur në Elinin ishte vetëm me vllain dhe Elini. Edhe tash domethënë një gjë kam mësuar unë në Amerikë, njerëzit që kanë shumë lek janë shumë të vetmuar. Sepse ajo gjithmonë më thoshte mua, Fotini, sa më shumë njerëz njoh, më shumë e dua qenin tim. Po. Po sa keq, po pse? Po unë them njerëz, domethënë është fari i paras, i pasurisë. I paras, i pasurisë, çdo njeri mundoi mbase të bëjë mike për atë për lekët. Por në një njëjtën kohë ajo më thoshte mua që unë s'kam lek, më kupton se unë jam menaxhmenti, nuk është se jam pronarja. Më kupton, po këto janë domethënë unë isha me Helinin 17 vjet, po thuaj 18 orë në ditë. Ajo të futi në real estate? Ajo më futi në real estate, sepse siç e thash që kur erdhi domethënë që i thash unë më japësh të gjitha të shkruajtura. Edhe unë atë kohë sa kisha filluar sepse kur shkova për gjuhën, mora edhe ca Excel classes dhe kisha mësuar si të bëja Excel spreadsheet. Edhe i futa të tëra domethënë pallatin, apartamentet, kjo është kaq, kjo është kaq. Bëre me mendjen tënde këtë. Me mendjen time i bëra unë këtë. Vetë që duhet një Excel. Një Excel që tisha dhe vetë, sepse tash kisha dhe 2 fëmijë, vinin fëmijët nga shkolla, më kupton, nuk ishte kollaj, domethënë ti bëje të gjitha bashkë. Dhe thash, po ti je më organizuar, do kem më shumë kohë. Dhe kjo organizimi unë e bëra që të kisha më kohë për fëmijët vetë, më kupton, që kur të vinin ata e kisha aty dhe nuk isha prit sa është kjo të mendosh, më kupton, është organizimi të shpëton kohë. Dhe këtë e kam mësuar dhe nga kapitalizmi. Ndërsa këtu për shembull vazhdon akoma bën, domethënë të gjithë njerëzit akoma nëpër kafe. Ti nuk shikon kafe në Amerikë.
Kafe në Amerikë mund të kesh të dielën ose të shtunën, në një, po jo kështu siç janë këtu gjithë ditën. Edhe pastaj Mezdeu e ka këtë. Mirë ka. Kemi kopjuar nga Greqia. Edhe nga Turqia. Okej, prandaj janë zhvilluar. Prandaj janë ata që janë. Sepse njerëzit thonë që në Amerikë vetëm punohet. Jo, në Amerikë nuk vetëm punohet. Në Amerikë ecën përpara. Në Amerikë e llogarit jetën, bën pushimet më të mira, krijon më shumë mundësi për fëmijët e tu dhe për veten tënde. Po, punon shumë sepse si thash, brezi që ne sa e filluam do edukonin veten, do edukonin fëmijët, do kujdeseshin për prindit. Edhe plus fise fare fis që e ke parasysh, erdhi njëri iku tjetri. Edhe këto, domethënë që kishim, po megjithatë jemi kush jemi, ai na bën neve shqiptar. Ajo shtëpia e madhe, plot me njerëz gjithmonë. Më thoshte vajza, kur do ta heqësh emrin nga atë numrin telefonin nga aeroporti, pse të gjithë vinë ke neve? Por ama sot i mungojnë. Sot që ajo ka shtëpinë e vet, djali ka shtëpinë e vet edhe mami çfarë po bën? Do vini ke mami, hajde se kam njerëz i them unë. Se janë mësuar me njerëz. Janë mësuar me njerëz. Ashtu të duket edhe në fakt ti bën sot filantropi, ti bën shumë bamirësi, ti bën shumë për komunitetin e shqiptarëve atje. Ke kauza të ndryshme, që nga shëndeti, por edhe për historinë dhe për lidhjen e shqiptarëve. Po të pyes sepse e bën, do të ishte naive, po dhe përgjigjja është e thjeshtë, e bën se e ndjen. Po çfarë të jep ty mbrapsht kjo gjë, dua të diun? Kur dikush bën kaq shumë për tjerët. Unë filantropiste është puna ime. Një, por e bëj sepse dhe më pëlqen. Me shqiptarët e mi e bëj sepse është zemra ime. Sepse unë filantropinë e kam bërë për 20 vjet tani. Dhe me shqiptarët e mi kam filluar, kam 3-4 vjet, sepse i shikoja këto organizatat jo fitimprurse që bënin një gjë të vogël, por nuk e kishin atë fuqinë financiare që të bënin impakte, që të bënin ndryshime. Të krijosh impakte, kuptoj. Po, të bënin ndryshime. Dhe aty mendova që fola dhe me bordin tim dhe me avokatën e fondacionit dhe i thash sa do më lejoni që nga ky buxhet që unë, për shembull, fondacionet e mia janë private dhe unë bëj menaxhimin e fondeve. Dhe çdo vit ligjet janë që 5% të fondeve të përgjithshme të fondacionit unë duhet i bëj donacion. Në organizata që quhen Amerikë 501c3 që janë jo profitimprurse. Po, më pëlqen shumë si e ka rregulluar me ligj Amerika këtë, që edhe ke mundësi që të ndihmosh, po edhe të lehtëson shteti nga ana tjetër nëse ti je duke bërë. Po. Është kur njerëzit bëjnë donacione ke ne, ata i ulin ke taksat e tyre. Dhe kjo bën dhe ndihmon këto shoqatat për shembull që ka nevojë që nuk janë pjesë e shtetit. Për shembull, unë me shumë spitale në Amerikë bëj sponsorizimet e researcheve e kërkimeve shkencore. Spitalet për shembull janë private në Amerikë, por janë me është sistem tjetër, jo si ky i Shqipërisë që quhen shtetërore, dhe po pati fonde shteti, ecin spitalet. Po nuk dha fonde shteti, nuk ecin spitalet. Ndërsa në Amerikë spitalet janë private, inshurenca ndihmon, që është Obamacare për shembull, kjo është siguracion shëndetësor, shtetëror. Shtetëror, po. E mbaj mend edhe kohën. Varet nga të ardhurat, ti domethënë nga të ardhurat e tua varet dhe çmimi i kësaj shërbimit që do marrësh. Dhe kjo tani spitalet bëjnë lek, janë fitimprurse. Më kupton sepse kualiteti edhe domethënë është shumë më i mirë se në Shqipëri. Tani doktorët për shembull nuk është e vështirë për doktorët që të gjejnë fonde për kërkim. Këtu hyn filantropia. Dhe prandaj unë punoj direkt me doktorët, sepse ata më marrin telefon për shembull dhe më thonë, "Foti, kemi menduar për këtë research, kemi menduar për këtë shpikje, kemi menduar për këtë, po na duhen për shembull kaq lek." Dhe unë para se ti aprovoj, e sjell ke bordi im, e diskutoj dhe nëse ne vendosim që po do ta sponsorizojmë, atëherë unë mblidhem me bordin e spitalit, që çdo spital ka një bord. Nuk ka këtu për shembull, unë çka kam parë në Shqipëri ka shumë drejtora. Një drejtor dhe një bord që i jep këshilla atij doktori. Bordi është pa lek, nuk merr lek. Por aman janë njerëz që janë
shumë mirë financiarisht, që kanë mund që nuk bëhen korruptit, që s'ka nevojë të bëjnë të korruptohen, dhe japin domethënë drejtim për shkakun që spitali këtë vit ka bërë 1 bilion. 10 milion do t'i jepen fondacionit që të ndihmojë researchet. Tani, nga kjo 10 milion që fondacionit bëjnë këto gallat, që bëjnë akoma dhe më shumë, mbledhin fonde akoma më shumë, që të ndihmojnë researchet e ndryshme. Dhe aty do më thënë unë bëj kolaborimin tim me fondacionet e spitaleve. Dhe për shembull Maffitt Cancer Center në këto 5 vitet e fundit unë mund t'i kem dhënë mbi $1,5 milion ose dhe 2 milion. Ke pyetur, nuk e di, tani nuk e di, me thënë të drejtë nuk e di si është në Shqipëri, po tani që më dole këtu dhe do isha shumë e lumtur që të kisha mundësi që të kontriboje për ndonjë spital në Shqipëri, onkologjiku, ne kemi filluar, unë kam filluar base këto 3 vitet e fundit të jap më shumë, sepse si thash që duke i parë këto shoqata jo fitim pruse, është një nga këto shoqata është dhe Albania Fighting Cancer, me bordin e tyre që janë shumë doktorë në bord, janë njerëz të mrekullueshëm dhe me presidenten Roberta Panariti. Punoj shumë mirë me Robertën sepse ka shumë transparencë. Çdo fonde që ne mbledhim, ajo i vën me pike me presje, i ke në website-in e saj, i ke në Facebook-un e saj, dhe kjo është shumë e rëndësishme që transparencia, domethënë, nuk është rëndësishme sa lek jep. Edhe sikur unë që jap 200.000, dhe ajo që jep 20, ne jemi pjesë e një ndjenje të dhënjes. Jam shumë dakord. Që të jemi atje për njerëzit. Ta kesh në mendje për të dhuruar, për të dhënë diçka. Themi sërish tek Hellin. Ajo e kishte fillimisht fondacionin dhe ti në një kuptim trashëgove fondacionin e saj? Po. Ajo ta la ty fondacionin, nuk ishte fëmijë? Jo, Helini nuk ishte fëmijë, edhe një gjë tjetër që kam mësuar unë nga Helini është që ti lë fëmijët e mi të bëj gabime. Sepse mamaja sa ishte një njeri që i thoshte, kjo nuk bën për ty. Elini kishte një të dashur për shumë vite dhe mamaja i thoshte që nuk është i mirë për ty. It's not good enough, it's not good enough. Dhe të 3 fëmijët ngelen beqar. Edhe vetëm Michael Koslowski u martua mbasi diq mamaja. Dhe unë tani gjithmonë i kam në brava veshën kur më vjen fëmijët e mi, kjo është e dashura ime, ky është i dashurim. Them, okay, shumë mirë, shumë mirë. Se them mos i lë kalamajt beqar. Sa e bukur kjo. Po. Edhe mbase nuk them shumë mirë, po vetëm buzëqesh, them, okay. Shumë e bukur. Dhe asnjë nuk do të jetë perfect për fëmijët e mi, nuk do të jetë i përsosur për fëmijët e mi, sepse i duaj shumë sa nuk ka si fëmijët e mi. Por aman do t'i lëm të bëjnë gabime. Disa gabime mbase janë meant to be, janë e shkruar që të na çojnë diku. Po, sepse mësojmë edhe nga gabimet tona. Absolutisht. Dhe ajo të deshi ty, të deshi sepse të besoj. Pas se sa e zonja, sa punëtore ishe ti. Unë, domethënë, kam dhe këtë një udhënti që jo i lexojnë njerëzit, po na ka bërë jeta që t'i shikojmë. Unë jam si ai njeriu që më thoshte edhe Elini vetë, me ty nuk ridot, po dhe pa ty s'ridot. Unë i gjej njerëzve pikën e dobët, për shembull, shikoja që vdiste përshime dhe gatuaja dhe vinte dhe hante dhe shijonte me fëmijët, me familjen. Edhe pastaj më thoshte, "Ok, tani do hiki." Okej, thosha unë, mirë, pafshim, shikohemi prap. Jo, unë do vi tash mas 10 ditëve. Kur të nesërmen kalonte nëpër shtëpi dhe i binte nëpër pallat dhe i binte derës. "Çka ke gatuar sot se vi ka herë të mirë?" Elini më donte, ne krijuam, u bë familje pastaj. Ishim si familje, më kupton? Edhe po në fillim fare ishte ajo që më mbante një çik kështu se thoshte, "Kjo nga Shqipëria", thoshte, "Nga i di kjo të tëra këto." Por nuk është nga që jam nga Shqipëria. Po, jemi të përsosur në shqiptarët. Po jemi natyral. Më kupton, ajo dëshira për të mësuar. Ajo që vim nga, kemi shumë, kemi atë të familjes, familje orientit. Jemi të orientuar nga familja, jemi gjithmonë për familjen, bëjmë sakrifica për familjen. Më kupton, dhe kjo e bëri Elini që të shikonte dikë tjetër ke unë. Edhe më thoshte mua gjithmonë, Fotini ti ke lindur filantropiste. Unë atë kohë se dija çfarë ishte filantropia, më kupton sepse për 17 vjet unë menaxhoja pallatet e asaj pasaj. Se ajo kishte, kur e kam njoftur, kishte 14 pallate. Okej, sa orë në ditë punoje? Nuk kisha orar. Unë isha 24 orë në punë. Sepse kur menaxhon pallate, ti duhet të jesh gjithmonë në call. Domethënë telefoni im ishte gjithmonë i hapur.
Dhe sepse diku u kishte probleme me zjarin, diku kishte probleme me ujin, diku kishte zënje, diku kishte të smur. S'ka pushim. S'ka pushim. 17 vjet? 17 vjet pa pushim. Unë kam fjetur me këpucë, se nga njerë do më thënë isha aqe lodhur, sepse nuk isha vetëm pallatet e Elinin, ne kishim dhe një biznes tonin me limuzina. Bënim limuzin, do më bënin dasma, bënim... Po, këto që shojmë në për filma, që marrin atë limuzinën e madhe. Po, edhe bëja dhe i shërbeja klinikave që bënin operacione brenda ditës, për shembull operacione gjuri, operacione plastike, ose këto që marrin dializat, ose këto që bëjnë vascular, domethënë operacione që bëheshin brenda ditës, që ti nuk rije në spital. Dhe ne bënim dhe këto, kisha dhe këtë servis që bënim edhe. Po, dhe si filloi kjo, limuzinave ishte po prap nga Helini, nga pallatet, sepse kisha një dy nga këto zonjat e vjetra në pallat dhe më thoshin, do më çosh një çike të ble ushqim? Okej, thosha, dhe i merren makinën time dhe i çoja. Edhe ato kur mbaronin për shembull ndihmoja edhe me çik me çantat, me kështu siç jemi neve. Edhe më jepshin për shembull $50-100. Edhe një ditë erdhi Elini për vizitë dhe i thash, Miselin thashun, këto komshiet po më japin lek, më tha mua Fotinita, ti tha duhet hapësh një biznes ta. I thashun, po pse të hap biznesin unë? Po jo ta se ti ul taksa ta, domethënë kur hap biznesin tënd ti i shkruan të tëra në taksa, gazin tënd, makinën tënde, se tani ti pagon inshurancë për shembull, pagon makinën, pagon gazin. Ato ti nuk i ul ke taksat e tua, të quhen vetëm shpenzime kështu, ndërsa kur ke biznes, ti ul të tëra ato dhe në fund të vitit pastaj ti s'ke nevojë të paguash kaq. I thashun. E kupton, janë gjëra që na i mësovi jeta. Sepse nuk kishim neve një njeri, për shembull kur vin njerëzit sot i them bli shtëpinë tënde, bëj këtë, shko në shkollë, bëj këtë, nësa neve ishim nga shqiptarët e parë. Domethënë çdo gjë e kemi mësuar nga jeta. Çfarë ka ndryshuar tani tek Fotini Kokeri që i ka të gjitha? I ka arritur gjërat, pra nuk ka më probleme financiare, përkundrazi, është një filantrope, është një njeri që bën për të tjerët, po i kthen shoqërisë mbrapsht. Me atë të atyre 3-4 viteve ku parat mungonin. Çfarë të ka sjell, çfarë të ka dhënë paraja, dhe çfarë është një gjë që nuk varet fare nga paraja, që e ke kuptuar? Paraja më ka sjell atë që unë nuk kam stresin që për t'i edukuar fëmijët e mi, për t'ju marrë një shtëpi fëmijëve të mi, por në të njëjtën kohë nuk ka ndryshuar atë Fotin dhe e ka bërë dhe më të fortë që të ndihmojmë të tjerët. Atë njeriu që vuante, sepse kur ke vuajtur vetë, pse mos ta ndihmosh atë tjetrin? Kur shikon një fëmijë që ka shumë talent, pse mos i japësh mundësinë e shkollës? Pse mos ta marrësh në për këto organizimet që bëjmë, që të ketë të ketë talenti? Kjo është ajo që mua më ka ndihmuar, domethënë atë që unë kam vuajtur vetë, që e fitova vetë me shumë punë, me shumë sakrifica, unë kur e shikoj që dikë ka talent dhe është i Zotit, pse jo? Pse mos ta ndihmoj? Si ka ndikuar fëmijët e tu jeta jote, shembulli yt? Çfarë sheh sot tek ata? Vajza një ditë më tha, mami tha, tani tha, po të shijoj ty tha, sepse unë dua të falenderoj edhe një grua tjetër që më ka ndihmuar shumë. Kur erdha në Amerikë në fillim fare, i thash mamas time të vinte të ndihmonte që të shkoja në shkollë. Edhe mami mbasi erdhi 2 muaj në Amerikë, tha unë këtu s'rri dot, tha, nuk rri dot pa kafet, pa shoqërinë, tha. Edhe hiku. Edhe ngela tash unë kisha filluar shkollën, kisha paguar. Edhe një grua e mrekullueshme që këtu Marika Janku, që jam gjithmonë e falenderoj. Nuk do isha këtu ku jam pa të, sepse ajo më bë një nënë e dytë. Edhe një gjyshe shumë e mirë për fëmijët e mi. Po, falenderit Marika, të dua pa fund. Dhe domethënë pa Marikën unë nuk do isha këtu ku jam sot, sepse ajo erdhi lëvizi ke shtëpia ime, ndonjë me mua dhe mu bë tamam një nënë që unë ikja në shkollë, punoja, ndërtoja biznesin, kujdesesha për fëmijë, domethënë nuk isha merak më për fëmijët e mi, sepse kisha një njeri që e besoja në shtëpi. Interesante, gratë ta kanë dhënë dorën në jetë. Po, gratë ma kanë dhënë dorën në jetë. Burat, mbase, përveç babai tim që më donte pa fund dhe vllai im që më ka mbrojtur gjithë jetën dhe jam shumë falenderit dhe sot. Edhe sot nëse domethënë kemi na gjë sepse ai do më të mirën për mua. Domethënë ne shkojmë shumë mirë, kemi një familje të mrekullueshme, por unë domethënë
me gratë gjithmonë kam ecë dhe prandaj po ti shikosh unë motivoj më shumë gratë. Po. Dhe kjo një çik është se shqiptarët janë burra të parët, më kupton? Nuk është se dua t'i vë burra të dytët, jo. Jo, Më kupton, kanë vendin e vet. kam Atë më si shumë si e dëshirë. meritojnë. Jo, ata meritojnë më shumë, po le të ndihmojnë njëri tjetrin dhe ata. Ja, A ke mund të parasysh. shpresë për divorcin tënd? Ishte Po. si pasojë e karrierës apo e jetës? E jetës. Se u njohët fëmijë ndoshta. U njohën fëmijë, losin basketball të dy, edhe mbas edhe punonim shumë dhe haruam njëri tjetrin. Mendoj unë. Ai është babai mrekullueshëm, nuk mund ta ashu, por kur erdhi puna, domethënë ne punonim shumë. Ishim gjithë ditën punë dhe kur Covidi faktikisht, kur erdhi Covidi dhe domethënë ishim bashk kur nuk merreshin vesh me njëri tjetrin. Kjo ishte domethënë. U ritëm dy njerëz të ndryshëm. Tani jemi më mirë, kështu, kemi peace, jemi secili më vetë është më mirë. Si të zhduk jeta pas divorcit? Pas 30 vitesh martesë gati. Po, jo 30 vite ca. Po, nuk është se doja të divorcohesha, vetëm nuk doja t'isha më ajo foti që puno, kujdesu për njerëzit, bëj këtë bëj, doja t'isha foti për fotin. T'jetoj pak për veten tënde. Pak për veten time. Doja të shkoja në Florida, të merja atë motoskafin tim, të shkonin për peshë, të shëtisnin botën. Dhe po e bën. Dhe po e bëj. Doja ta bëja me të, do më thënë sepse punuam shumë vite bashkë, por... Të vjen keq që nuk e bët bashkë, dhe... Më vjen keq sepse ajo ishte ëndra jonë, që ne do pleqëroheshim bashkë, por jeta... Në jetë s'mund t'i kesh të gjitha. Ja, s'mund t'i kesh të gjitha, dhe mbase në jetë Zoti ka thënë që mbase duhet kesh njëri më fan. Tashi partneri që kam është shumë fan. Edhe më thonë shoqjet kur do martohesh, i thashën jo, nuk martohem sepse martesa nga njerë është si ajo. Ja, e prish magjin. Thonë që e prish magjin. Se di unë tani ndoshta nga kjo magji kam patur frikë. Por unë sot për sot jetoj. Qohem në mëngjes happy, edhe e marr çdo ditë. Sot është një ditë e bukur, do ta shijoj me fëmijët e mi, Ku jeton në Florida? Në Sarasota. Sikur e di unë. Tani duhet jetë ndonjë lagje kështu. Tash ti do vish ta shikosh. Do të shkoj në tetor, sepse do të bëj turin me librit, më ka ftuar Fotiniko Keri. Po, unë dëgjova shumë për ty në fillim fare faktikisht nga Roberta, sepse ajo vjet donte të ftohte. Dhe kanë marrë dhe librin tim, dhe i falenderoj shumë publikisht. Unë ty të njoha nga Roberta në fillim fare, sepse më tha kështu, ka dalë një libër i bukur, lexoje, është shumë i kollajt për të lexuar dhe na duhet një njeri që të flasi, domethënë si e ka përballuar, si e ka, sepse akoma kanceri ka një tabu. Dhe më vjen keq shumë. Të flasin. Unë personalisht baba im ka vdekur me kancer dhe unë e kisha në Amerikë, ishte me dokumenta, kishte shërbimin më të mirë në botë. Edhe më thoshte, domethënë, doktor nuk i thanë që do vdiste në Amerikë. Edhe thosha babi ri se ti këtu ke mundësi, kemi kimot, kemi të tëra të shashuja. Thoshte ma që duan jetën këtu në për spitale, pa vllajën, pa motrën, pa misë shokët. Ai vendosi vetë. Tha, unë do hiki Fotini, tha, po deshe të vishta, hajde, unë do ikin Shqipëri. Dhe personalisht mendoj, po t'ishte në Amerikë, ai do jetonte edhe sot. Por ai nuk do të rrinte më në për spitalet pa vllajën e vet, pa të dominon me ata kushërinjtë e vet që mblidheshin për ditë. Ka bërë mirë apo ka bërë gabim sipas teje? Unë e desha shumë babain tim dhe ka bërë gabim. Pa. Por kur shikoj atë të lumtur dhe që ai vdiq në duart e mia dhe ishte i rrethuar me motra, vëllezër, me nipra mbesa, domethënë ai ku si donte ai. Po unë nuk doja ta humbja baban tim. Po patjetër. Edhe isha gati dhe një vesh timen ta hiqja nëse ai do kishte nevojë t'ia jepja. Sepse kam pasur një baba të mrekullueshëm dhe unë me këtë zemrën e mirë që jam, unë them i kam ngjar atij 100%. Është shumë e dukshme, po ti the në fillim Foti që fati varet nga dyert që hapim, nga vendimet që marrim, kështu që vendimet janë shumë personale, sidomos për jetën tonë. Dhe duhet të respektojmë njerëzit, sepse jo çdo njeri ka atë dëshirën që të luftoj, të sakrifikoj. Ca njerëz duan të jetojnë rehat.
duan të jetojnë mes njerëzit, nuk duan të bëjnë as të sakrificën. E lexove librin tim, me që të kam? E kam lexuar gjysmën dhe të premtoj që derisa të vish tetor do ta lexoj të gjysmën tjetër sepse nuk mund të promovoj diçka që se kam lexuar. Në kthim për në Amerikë, në atë business classin tënd, po. Mund ta shtyesh shumë mirë kohën. Jam shumë e lumtur dhe më pëlqen shumë kur njerëzit ua sugjerojnë të tjerëve dhe ju thonë që është një libër i kollajt për tu lexuar. Edhe unë kështu mendoj. Jo, libri jot faktikisht është shumë i kollajt për tu lexuar dhe të bënte të hapje faqen tjetër. Dhe unë, me thënë të drejtën, fluturova nga New Yorku për në Itali, se kisha në një konferencë në Vatikan, edhe gjatë kohës që ajo konferenca kishte italisht, kishte gjermanisht, flisnin njerëzit, edhe u lodha me atë, thashë në diqa, po hap librin e Mirës, edhe fillova të lexoja dhe kisha vënë, domethënë, i kisha qefur. Edhe fili që më bënte video nga mbrapa, më thashë mua, ju qitin. Amerikanët e kanë merak shumë këtë punë. Po, i thashë unë i merr vesh ti çfarë flasin këta. Po vër për kthyse, thashë ja të kam ty këtu që më thuash. Dëgjoje ti. Ke bërë disa pushime shumë të bukura në mesdhe? Po, shumë të bukura. Itali, Greqi. Në Greqi faktikisht nuk ishin vetëm pushime, sepse ky miku jon që Xhefi që na ka ftuar dhe që ka një anije, ai është pjesë e virtual reality që ka qenë një nga njerëzit që ka krijuar një pjesë të virtual reality këtu e 30 vjet përpara. Dhe tani ai ka filluar me Mafet Cancer Center, po bën një program për fëmijët, sidomos që kur shkojnë gjatë kimoterapisë, kur shkojnë gjatë radiation, si mund t'i thuash se një 2 vjeçarit mos lëvizi. So ai tani ka bërë një program fantastik dhe që po e sponsorizoj unë me fondacionet e mia dhe po është për fëmijët me kancer që ne do ta japim në spitalet e fëmijëve dhe kemi bërë ca teste dhe vazhdojmë të bëjmë teste. Dhe një nga arsyet që unë vajta ishte sepse në Simi të Greqisë është vendi i parë që njerëzit kanë përdorur atë uniformën që merrnin spanç, që merrnin sfingjerat. So, çfarë ka ndodhur tani? Unë për shembull vetë kam klausofobi, nuk mund të rri dot në dhoma të mbyllura pa dritare. Dhe kur hyn fëmijët e vegjël që hyn në MRI, edhe jo të vegjël, po dhe ne të mëdhenj, që hyn 45 minuta, ajo të jep një, domethënë shumë njerëz kanë vdekur sepse nuk merr dot frym. So, tani çfarë po bëjmë neve? Me këtë vajtëm bëm një research dhe bëm intervista me këta njerëz që e kanë bërë këtë me klausofobin dhe si ata e kanë outpass këtë. Po, e kanë kapërcyer, e kanë kaluar. Dhe ne kemi bërë video, së tani që kur të hynë fëmijët që të bëjnë këto, ata nuk do kenë më atë makinën. Por do t'i vëm këto syzet, janë syzet të vogla, dhe që do shikojnë dating, do shikojnë peshqi, do shikojnë këtë, dhe ti kaloj ajo e frika e klausofobisë. Do të vide në Shqipëri, besoj? O, patjetër kur të jetë domethënë që të jetë komplet. Po, mbasi të jetë bërë një përdorim të paktën 2 vjeçar që ne të kemi researchet. Kemi researchet sepse kemi filluar, por që të kemi për shkakun që ky program ndihmon 60%, 70% fëmijët, atëherë do fillojë të jetë në gjithë botën dhe do jetë një dhuratë. Pate një moment, një ngjarje që zgjodhe që të bësh filantropi me çështje të shëndetit apo e pesit nevojshme? Kur unë punoja me zonjën Helin, ajo i kishte fondacionin më përpara, sepse Michael J. Kaslaski u krijua pas vdekjes së vllajt të saj. Ai ishte avokat dhe ato nga që nuk kishin fëmijë, i futën lekët e tyre në fondacion që të bënin barmirësi. Dhe fondacionet private kanë 3 trasti që japin votën ku do bëhet, çfarë do bëhet dhe janë ligjet e fondacionit që quhen bylaw në Amerikë që ne i ndjekim. Dhe Elini, domethënë nga që kur ajo po plakej, po shiste pallatet. Dhe në fund fare ngeli vetëm me 2. Dhe unë i thash, Miss Elin, ti më ke ndihmuar, më ke dhënë një karrierë, më ke dhënë biznes. Unë do t'i menaxhoj pallatet e tua pa lek, sepse ajo nuk do të më ulte rrogun, se më thoshte mua ti tani po triten fëmijët, po me çfarë do i shkollosh ti dhe nuk donte të më humbte mua. Se unë i thash, do ngele me shoqe, po i ti bëj me pallatet, po më lër që të filloj punë për dikë tjetër, sepse gjatë asaj kohe, domethënë, Elini ishte edhe ajo me shkollën e vjetër që nuk ta ngrinte shumë rrogën. Për shembull, puna ime në çfarë viti?
Ishte kjo? Kjo ishte tani 2013-2014. Okej, s'pas ka qenë shumë. Jo shumë, Pas ke qëndruar gjatë. Po. Okay. Nga 2003 deri sa vdiq në 2017. Okay. So po në 2013 ajo i shiti pallate. Domethënë i shiti 12 pallate dhe ngelën vetëm 2. Dhe i thash unë, po unë të filloj punë diku tjetër, ajo atëherë mjetë mua nga 150.000 për 2 pallate rrogë, po unë po të filloj punë diku tjetër do merja 300, sepse domethënë merja më shumë apartamente, se rroga e property management usually zakonisht është varet se sa pallate ke, sa buildingje dhe merr përqindje ose merr një rrogë të caktuar. Okay. Unë nga që jam e zgjuar merrsha përqindje sepse përqindja shkonte me fitimin e pallateve. Dhe atëherë ajo më tha mua, dëgjoj Fotinita, unë kam menduar që ty të fusa ke filantropia të bëj trastita të një nga fondacioneve. Edhe të them të drejtën, unë nuk dua të bëhem trastita, unë dua që të blej një nga pallatet e tua. Më shit një nga pallatet, unë do ta laj nga vash, dhe kur desësh ti ja jap lekët fondacionit. Më tha mua, jo, po ti e ke filantropi në shtëpi, Fotinita, sepse ti gjithmonë je për të ndihmuar njerëzit ta. Gjithmonë ti shikon atë më të mirën, domethënë më pëlqen mënyra se si mendon. Prandaj unë kam vendosur dhe e kemi vendosur bordi e ka vendosur që ishte lini vet. Që ne ti do të bëjmë trasti. Okej. Edhe u vendos, çfarë do thojë? U vendos, kështu. Kish vendos bordi. Për 2-3 muaj unë fillova trastime. Ja vleti? Ka pasur të drejta, ka lexuar. Shumë të drejtë sepse unë gjithmonë kam qenë kur jam qenë e vogël thosha unë do të ndihmoj njerëz, domethënë. Por tani kam mundësinë jo vetëm të ndihmoj, domethënë me shpirt, dhe të ndihmoj me kohën time, po të ndihmoj dhe me lekë, sepse sado që ti kesh zemrën e mirë dhe të kesh kohën, po nuk pate mundësinë financiare që të, tani nuk ka limit për mua. Edhe ty të ka ndihmuar njerëzit. Njeriu kur e ka atë brenda në një formë tjetër vjen, si thoshin, gjyshja ime gjithmonë thoshte, hidhe në det e gjeje në krip. Po, nuk e di këtë, po gjithmonë babi më thoshte, jena bëj mirë se mirë do gjesh. Mirë do gjesh, edhe gjithmonë më thoshte, të dhënë Zoti më i çup një jetë siç ke shpirtin. Si reagon ti ndaj zhgënjimeve? Se unë nuk besoj që je imune ndaj njerëzve që tradhtojnë edhe zhgënjejnë. Babai më thoshte gjithmonë që Fotini numëro deri në 10. Numëro deri në 10, mos e thuaj fjalën e keqe. Se si ti e se si e ka pasur hallin ai sot. Edhe jepi njerëzve chance, po is okay, më thoshte mua, jepi një herë, 2 herë. Unë jap njerëzve 3 chance në jetë. Se them njerë, mbase kam pasur shanse. Mbase ka pasur ditë të keqe. Mbase kështu si ka pas hallin. Po kur e bën herë të tretë, atëherë ti qen ke ky. Dhe unë nuk zihem me ty, nuk tashu, po unë as nuk të bllokoj, por nuk merrem më me ty, ti nuk ekziston. Dhe kam dhe atë dhuntin që i bllokoj njerëzit në mendjen time. Ti mund bësh atë duash me veten tënde dhe vazhdo. Nuk e lë veten që të zhgënjehem ose që të them për shkakun që të marr inat. Ke aftësi ti lexosh njerëzit? Po. Me të parën? Me të parën dhe me dytën. Dhe me energjinë. Me tretën. Dhe me energjinë. Beson te energjia? Po, shumë. Si duket energjia kur vjen në Tiranë? Kemi nevojë të fokusohemi më shumë ke pozitiviteti, të shikojmë një çik jo gjithmonë gabimet e tjerëve, sepse është shumë kollaj të vësh gishtin ke të tjerët. Vër gishtin dhe ke vetja jote. Pse jemi këtu ku jemi sot? Sepse po të korrigjosh veten, do korrigjosh dhe të tjerët. A është kjo koha më e lumtur që po jeton? Unë e lumtur kam qenë gjithmonë dhe kur punoja. Edhe gjithmonë më thoshin këta, merja këto klientët e rregull dhe më thoshin mua, ore me ty, mirë që je shofere e mirë, po marrim edhe stand-up comedy. Marrim kështu një shakaxhie që na nuk e ndijm rrugën. Nëse do t'ja nisje sot nga 0, mendon që prap do t'ja dilje? Po. Po, 100%. Nëse do t'i merje të gjitha nga ty, fondacionin, parat, çfarë mbetet tek Foti, tek Fotinia? Kjo zemra e mirë, gjithmonë e buzëqeshur, gjithmonë me pozitivitet. Këshilla që u jep të rinjve? Këshilla është numër 1, fokusoni ke vetja juaj, edukoni veten, edhe shikoni çfarë jeni ju më mirë. Jo çdo njeri është i mirë për çdo gjë. Unë jam e mirë ke filantropia, ti je e mirë ke podcasti, ai është i mirë ke kamera. Dikush tjetër është mësues, diku tjetër. Problemi është të gjesh ke vetja jote, çfarë të bën ty? Çfarë të bën ty të mirë? Sepse unë shikoj janë sa njerëz që duan të bëhen çdo gjë. Nuk multitasking, domethënë ajo kur shumë thinking, si e themin e multitasking?
që bën disa gjëra njëkohësisht, Okej, do të bërja tregosh gjërave- i bën të gjitha, po Po, nuk mund t'i bësh të bëj- gjitha mirë. Ja. Nuk mund t'i bësh të gjitha në mënyrë të përsosur, ose vërtet. nuk mund të bësh ti një lider ose një kryetar ose që të tjerë një shembull duke bërë shumë gjëra në një kohë. Më kupton? Ti mund t'i bësh që të mbash balans, derisa të gjesh njeriu e dur për punën e dur. Por aman, jo të gjithë jemi të mirë në çdo gjë. Çdo njeri është i mirë në atë drejtimin e vet. Okej. E ke ndarë mendjen që do jetosh atje në Tampan tënde? Ajo do jetë baza ime, sepse atje ka qenë ajo shtëpia ku unë jetoj ka qenë ëndra ime, që unë punova 20 vjet dhe thosha, të punoj edhe një vit që ta laj atë mortgage-n atë ose ta shkoj që të shkoj në Florida. Më kupton? Por aman unë Shqipërinë time e dua. Okay. Unë vi 2 herë në vit, ri nga 3-4 muaj. Unë do kisha shumë dëshirë që ne të kishim ose të jem pjesë e filantropisë shqiptare këtu, që të fillojmë domethënë të ndihmojmë duke filluar nga spitalet, duke Do filluar ishte një gjë e jashtëzakonshme, Shqipëria po thërret, po ulret ndihmë në këtë drejtim, me thënë të drejtën. Është Kemi shumë kam kaluar vetë nga ajo eksperiencë, di shumë mirë çfarë është të diagnostikohesh me një sëmundje në Shqipëri. Nuk na mungojnë individët foti, unë mund të prezantoj doktor, specialist, ekspert të shkëlqyer, por kemi një problem shumë të madh me sistemin. Edhe unë këtë e shikoj, sepse me këto raste që kemi ndihmuar, kemi filluar të ndihmojmë spitalet, me Korçën kemi punuar shumë mirë, sepse janë doktorë të mrekullueshëm që duan të punojnë, drejtori nuk na pengon dhe na ka filluar na suporton. Kjo është domethënë që na ka bërë ne që ndihmojmë Korçën më shumë nëpërmjet Albanian Fighting Cancer. Dhe tani, nesër që vjen Roberta, do shkojmë në Kukës, sepse Korça është pothuaj e plotësuar me equipment për sa doktor kanë. Ne kemi nevojë në fakt për drejtorë të mirë që të mos pengojnë njerëzit që duan të bëjnë mirë. Yes. Se doktorët e mirë i kemi. Tirana është mirë, sepse Tirana merrte më shumë fonde. Tani unë nuk e di, kur ishte babai im i smur, ishte, domethënë, nuk e di. Okay. Nuk është humane, domethënë nuk është për njerëz. Unë i kam thënë të gjitha ato që mendoj tek libri. Po. Nuk ka ndryshuar, në mos ka regrese dhe ka njerëz shumë të mirë, por okay, ky është jo podcast, por kjo është një histori më vete. Po. Fotini Kokeri, shumë faleminderit. Më vjen shumë mirë që më në fund u takuam nga afër. Të uroj shëndet. Faleminderit. Edhe të uroj që të mos e humbësh këtë energjinë edhe këtë zemrën tënde të madhe gjithmonë në dispozicion të gjithëve. Nuk është e lehtë, se besoj ballafaqohesh edhe me kërkesa të pazakonta. Ka ndonjë kërkesë të pazakontë që do ma thuash që të kujton njerëz, se ne shqiptarët jemi figura. Nuk e kam që të vë njerëzit përpara, por i them dhe e kam thënë. Unë kur para se të flet gjumi i them Zot më fal për ata që nuk ndihmojnë dot. Dhe i them dhe njerëzve që të kenë parasysh. Ajo që mendojnë, për shembull dikush më merr në telefon dhe thot e kam bërë atë skenerin në Shqipëri, po nuk e besoj, dua të shkoj në Greqi, ama paguan dot. Dhe çfarë ju themi dhe jo. Sepse 2 minuta përpara më mori një nën që nuk ka lek me 2 fëmijë, nuk ka lek të ushqej fëmijët, nuk ka lek të bëj operacionin e gjirit. Domethënë, mos kujtojnë që unë ju them jo, sepse nuk janë të rëndësishëm ata, por kur hallet e tjerëve janë akoma më të mëdha. Ne zgjedhim atë që është Hallin më të madh. Edhe ajo që është një 30 vjeçare me 2 fëmijë që nuk ka të ardhura, domethënë ajo për mua merr prioritet dhe jo vetëm nga fondacionet, por dhe nga ana ime personale. Të kuptoj. Domethënë këtë duan që ta kuptojnë shqiptarët. Sepse nuk është, domethënë, halli jot nuk është më i madh se tjetri, sepse ka dhe të tjerë kur mendon që ti e ke hallin më të madh, është dikush tjetër që ka dhe më të madh se ty. Po, asnjë nuk është aq mirë sa duket, asnjë nuk është aq keq sa duket. Po, ka gjithmonë është dikush që është më keq se ne, do të jetë gjithmonë dikush që është më mirë se sa ne në fakt. Po, kjo është jeta. Të ftoj për një drekë shqiptare. Mami më ka bën një byrek të veçantë me patate, bën dhe një hasude të mirë. Okej, për asuden bën zilit gjithë. Për asuden po, se vdes jam për ëmbëlsira, jam numër 1. Okej. U bëra dhe unë tani si fotinia Amerikës me specat mbushura dhe por kjo është thjesht është se ma ka kërkuar.
Do vetëm një drekë shqiptare. Po, jo se I them të tërve. Me të drejtë. Mua restorantet nuk më bëjnë, Po, patjetër. nuk janë gjërat veçanta për mua. Për mua ajo supa, ajo sallata, edhe një hasude në fund është edhe zemra e mirë. Buke e krip e zemra e bardhë. Po. Faleminderit shumë. Ky episod u mundësua nga Vodafone, Abi Bank, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo.